Mbi gjitha me protestë dhe vezësh. Dhe domatesh maksimum, të prishura, që ato të salcës, si që kemi këto. Apo këto vezët tu, që kanë ngjyra të ndryshme si një fushë shau, sepse të shimi loj shau. Ta shpjegoj pak lojën e shau. Policia deshi me vra mretin dhe mretneshën dhe arrestu dritanën. Apo ja. Për vezën gjithmonë. Meçen, e qanë zotën, dhe njerëz që ishin të pjesë e koordinimit grupit punës. Si ishte ideali, s'më vjen emri tash. Tani, pse i mori këto? Në mënyrë që të merrte gjithë tjerët, që të prodhonin ata pa qartësi se si do vepronin. Në mënyrë që të prodhonte pikërisht dhunën. Pra ne kemi me një polici që kërkon të prodhojë destabilizim në Shqipëri, deri ke vdekjet, deri ke vrasjet. Sepse Rama kërkon me çdo kusht të destabilizojë Shqipërinë, të kryej konflikte. Tani kemi një analizë të bërë jashtë Shqipërisë, nga një geopolitikan me origjinë kineze, që është amerikan, i cili ka thënë që ka një skenar që Izraeli do prodhojë një konflikt në Ballkan midis palëve, sipas parimit vjen sherr, krijo refugjat dhe pushto vendin në paqe, si krizë refugjatësh. Dhe kemi deklaratën e Vučić dje që i thot ushtrisë serbe: mos harroni, Kosova është e jona dhe ta mbrojmë atë me gjak. Siç tha dhe ministrja para një jave që duhet ta kishim dëbuar gjithë popullin e Kosovës shqiptar në kohën e Miloševićit, dhe kemi bërë gabim që se bë. Mbamët. Kur Rama nuk u shpreh për këtë gjë. Sipas këtij skenari, prodhohet konflikt. Si prodhohet konflikti? Destabilizo? 3.000 njerëz ikin me vrap. Fillon kaosi pak nga pak, fillon 97 pak nga pak, krijon konfliktet, vizin armët, dhe Kosova ngelet mes katër rrugëve. Apo ja. Pra ne kemi të bëjmë me shumë teorira, po një gjë është sakt në këtë histori. E kemi filmuar pardje, policin në tentativë për vrasje, kemi filmuar policin me armë kimike të rrezikshme që sipas kodit penal konsiderojnë trajtim çnjerëzor i pa justifikuar, nuk diskutohet, po çdo çnjerëzor, sepse të djegi lukura 3 ditë, kjo është torturë. Dhe mbi të gjitha, që është më e rëndësishme nga të gjitha, e kemi vërtetuar me prova filmike se si policia provokon ngjarjen. Atëherë, ky kallëzim penal që bëhet për gjithë hierarkinë e policisë, tashmë kemi dhe emra, do përfshi brenda gjithë dhunën që është policia. Gjithë skenarin e policisë me arrestimet të atyre njerëzve që s'kishte arsye të arrestonte për shkak se ata po mbanin rendi dhe qetësinë për destabilizuar situatën, dhe kemi të filmuar dhe me fakte e provë se si kanë arrestuar gazetar. Por Zoti bën punët e vet në mënyrë më të çuditshme, dhe një nga idiotësitë më të mëdha që bëri policia e shtetit ishte që në një transmetim live me Suedin, që bën një televizioni kryesor suedez, duke transmetuar në kohë reale ngjarjen, është filmuar nga kameramani i televizionit suedez, gazetarja suedeze që bëhet sopash nga ujë. E ke parasysh skenën? Është gazetare duke folur suedisht, duke transmetuar live me Suedin, dhe në moment duke folur vje gjithë ajo vrulli i ujit në surrat. Edhe le të shik, le të thonë sa den këta vëlla që uji ishte uji. Gruaja uj ka ik atje, kanë bë ekspertizën ata, edhe hajde dhe thujti atyne që ishte ujë. Sa hajde se porremi, hajde dhe thuj atyne. Pritë se ka akoma. Arrestuan një shtetëse amerikane, antropologe, dhe mbajtën 2 orë dhe nuk i ofruan asnjë asistencë ligjore siç ka ligji, që duhet flasësh në anglisht, duhet i komunikosh, dhe i kanë bërë dorën në copë kur e kanë marrë. Dhe këtë kanë bërë meshkuj. Jo femra, pra jo polic.
Dhe ky tipi ishte ky Zari, ky RQ-ja i rajon numër 1, Asmeta, se ka ky, që është filmuar, që e merr ky dhe e rrëmben ky fizikisht. Ky çuti Votkin. Shtetase amerikan. Po. Ai Salidi Shamku, e ke parasysh Salidi Shamku, ishte deputeti i PS-s. E ke parasysh Salidi Shamku. Reagoi në çast dhe tha kanë arrestuar shoqen time. Këtë shqiptarën, gazetaren shqiptar dhe këtë amerikanën, i kanë kërë në një dhe unë do të shkoj atje dhe u bëj thirrje të gjithëve me atje, se sot ka ardhur dita, tha, që ne duhet mbajmë anë ku jemi, në cilin anë historisë jemi. Sepse kështë shoqe të ngushtat. Dhe unë i quaj dhurat. O i madh ishte amerikane më po le shoqen e ngushtit. Bukur. Ka ishte amerikan, ishte Po kush e bëri? Po me sahat. Kush e bëri fizikisht personalisht? Ky tipi. Ky RQ-ja i njishit. Vazhdoj. Ku inke pas ka ngel do për Vazhdoj. Po çka këta ta harrojnë protestët, merren me Amerikën tash. Vazhdoj. Amerika për një person Vazhdoj. të bëmë me fol me vete. Kanë rrethuar dhe gazetarën e Citizen Channel. Kujt? Gazetarën e Citizen Channel është një kanal shoqator nga këto të Sorosit me financime gjermane, europiane etj. Në krye detyrës. E kanë arrestuar këta. Pas kam po Ky RQ-ja prap. mish mash. Ky RQ-ja i njishit, ky Xhuxhi Vockël, ky militant tipik i neverisht, nuk e di nga është origjinë, se fisi vetë është torturuar tashmë me të, se është ekspozuar, ky që ka hongër vezën një skenar filmi që ti se bën dot aq bukur, jo ti, po as Spielberg do bën aq bukur, se ky sapo i goditi një djalë që po rrinte me sprite piperi që dishin sytë, dhe do merrim çka me sprite me piperi. Është video tamam. Dhe në momentin që ky e bën këtë gjë, Por telefon. sa ka vot kur i bie veza maj koke. Dhe i plasë gjithë e rrinte si RQ kështu, si i dhier, ke parasysh me atë vezës tu në trup, një sken fantastike. Këtë e punë të Zotit. E një shanë mund kako për të. Që lezet. Tani këto vezët këtu janë ndryshe nga ato, dhe do të shpjegoj gjë sot. Pse këto vezë janë ndryshe nga ato që ke parë. Ore, ai e ka marrë atë kartën një shile, do ikja ndevlla. Po ato ropë që ka këtek, ti do t'i leje vlla, pa e ka marrë për gjithë fisin, atë vistor. Ai duket në RQ e tij që se pierdha as fisin e vet, dhe fisin e e pierdha atë. Ai duhet nga ata ropë që e kanë rraf ke lagja, gjithë jetës, tash i ka ardhur dita e pushtetit. Problemi është që këto vezët që kam këtu sot janë ndryshe nga ato vezë që petin televizor. Në që kanë veçantë. Sa është dhe sot? 27. Mos ka 25 më duhet. Jo më këtu, 20 sekundë. Jo ves. Sa është? 25. 25. Qofse këto vezët, Ore 25. qofse këto vezët do rinë në balkon këto 5 ditë deri në datën 30. Diket beku zoti me anë diellit. Diket bogati. di si prishen këto? Po i ka bot veçantë, frate. E di si prishen këto? I beko zoti. E di ti çfarë mbajnë këto kur kryejnë operacionet e tyre? Marke veçantë. Parfum. A e kupton ti se çfarë kalbësie të neveritshme në trup do kesh ditën e datës 30? Shikon, bie gjunaf për ato kostumet që ka nga 2-3 euro. Cilat kostume? Që kanë këta. Gjunaf më vjen. Ato kostume do jetën plera se me këtë herë ti çon ti sa dush që pas lirike. Si bëhet. Ose shkami për shtypje unë këta u boko që nuk i veshin më këto. Ore do refuzojnë do lavazhet ketë marrë makinat, do refuzojnë lavazhet makinat nga era e qelbur e vezëve të prishur. Po dhe sikën kjo dhe po e lave ti ngel çymen do atit. Nga shkuma. Ky është mesazhi shumë i rëndësishëm për sot. Mos prisni ditën e datës 30 për të bler vezë. Bleni sot edhe leni në balkon diell ti bekoj Zoti. Ti bekoj Zoti që t'u japi aromën e duhur rëqeve të parlamentit. Kështë mesazh shumë i rëndësishëm për sa. Do drejmë strategji tash. Përshkallëzimi është era e re, aromatike, siç na hedhin ata ujë kimik, siç godasim me Sprite me element kimik vajor. Ta shpjegoj pak. Është e palejueshme përdorimi Sprite-ve nga policia me përmbajtje vajore. Çfarë thot përmbajtje vajore? Sprite-i duhet ketë një lëng
me piper, që kur ta hedhin sy të neutralizohesh. Si që përdor bota? Në moment që ti neutralizohesh, në atë çast, ti në atë moment ngeleshu, shef mirë. Shiko që policët jashtë e përdorin rrallë, që e parë që përdorin kanate elektrike me... Ore kanë shumë gjona atje, po marri mirë me këtë, merrim me këtë herë. Vlla, momentin që ti merr Sprite-in dhe e përdor për të neutralizuar dikë, qëllimi është i çastit. Sa të krysh punë? Problemi është që vajorja nuk është e çastit. Sepse vajorja, kur ti e dhuj, masi ke marrë punë, nuk e zgjidh problemin. Ri po aty për vajt. Pse? Se vaj përhapet, do tjetër procedurë për pastrim. Pra në moment që ti e hodhe atë, ti ke mundësi ta neutralizosh qytetarin, apo jo? E po ka marrë masaj? Qëllimi nuk është ta neutralizosh qytetarin, ta bësh të vuaj, dhe ky quhet trajtimi njerëzor. Kjo më ndodhi mua në Zvërnec. Më hodhën substancë të ndaluar vajore, e cila mua më verboi mas një orë, sepse nuk e dija që ishte vajore. Dhe kur më pastroi syt me procedurën e duhur, Baki Goxha i trajnuar për të marrë me gazet dhe sprajtet e Izraelit dhe të Mossadit, ai më bëri lavazhin e syve në mënyrën e procedurën e duhur. Dhe unë kujtova se u shërova. Dhe shkoj në spital, po çuja Sezan Gurin dhe Klajdi Bellon kishte çan kokë, Sezan Guri i kishte syt, nuk shifte më. Dhe shkoj ke banjë për të larë syt, se unë isha i shëruar. Pas unë mora gjithë vajin që kisha këtu. Si pra. Pa e ditur. Sepse nuk ikën. Dhe i shpërndahet, dhe s'ka ujë që ta bëj. Dhe u detyrova më morën me syt mbyllura nga një spital si Godina tjetër. Unë ecja kështu me komandë si i verbër, më merrshin me vete infermierët, më çuan në katin e tretë të një godine tjetër, ku priste një zonjë nderuar, mjeke, e cila qeshi kur më pa, a e të mor avokat ose të shëroj unë. I thos, se shoh, do shoh pastaj, qetëso avokat. Kam kaluar ditë policë para teje. Po kishin helmuar ditë policë para meje. Po ata rojet e trajnuar nga Mossadi që i quaj jo. Ata të kolonistë të Vërnecit, që të pastaj. Dhe koncepti ishte që ajo më tha, ti ke bërë këtë procedurë, tha. Ke larë syt, është gabim, tha. E kuftove, është gabim, tha. Sepse kjo është substancë vajor. Dhe ajo ma bëri me shiringa, me ujë, kështu me presion, këtu, gjithë surratin e tjerë, unë më mdhimte se kisha siklet, jo se mdhim, kisha siklet madh, dhe unë e kam neveri sikletin, dhe ajo ma bënte ma i syt hapur, dhe unë hapur, ma bënte me ujë atë dhe unë isha një siklet pa parë. I thosha, ti mos u shqetëso nga unë, i thash, bërtas. Thash, ti vazhdo punën, po e kam sikletet, nuk kam dhimbje, sepse s'mund të pranoj dhimbje, kupton logjik. Problemi është që këto substancë nuk ne lejohet përdoret. Dhe ky RQ-ja i nishit, as meta, as varë, që e ka të dreq, ky ja hodhi, pa pritur, pa kujtuar, një djali që po rinte në surrat. Dhe pastaj mori atë goditin $1 milion, vezën maj koke. Ke për atë skenë e bukur. Pa e la surrat dhe marrë punë, kurse i shkreti. Tani çështja është që si ja bëjnë këta me këto tash, që janë ndrit diellit. 5 ditë. Dhe ata sot 25. Dhe nda 3, disi janë bo këto, aromatike, të qelbura. Dhe kysh mesazhi për deputetit dhe e kongë, sot u kujton deputetve. Që ky krijim artistik që është kongë, është mënyra se si shqiptarët do të njihen me përfaqësuesit e tyre. Në mënyrë që të mos gabojnë, të mos ngatrohen, dhe mos i binë qafë në i tjetër. Po ta dinë mirë se kush janë deputetet e tyre, që meritojnë përgjigjen e popullit për akuzat që na bën, që ne jemi terroristë, që jemi idiot, që jemi të çmendur, që jemi sorra, që jemi korba. Dhe kush thonë sorra, ky është Soros. E kupton dit paradoksi. Dhe këto vezë kanë dhe një kuptim të madh që askush s'e ka trajtuar në formën e duhur. A quhet revolucioni flamingove? Këto janë vezë të flamingove nëse si simbolik, që po i kthehen mbrapsht. Si të qoftë konkluzioni janë vezë më vëlla, nuk ka dalë me kallash. Populli atje më burr, është me vezë më burr. Vëlla, është popull paqësor, që ka 55 ditë ka bërë historinë e Europës së Shqipërisë për modelin e vet qytetarisë.
Së shparë kur protest si kjo, në asnjë vend të Evropës. Dhe mos harrojmë sa milion banor jemi. Dhe mos harro se çfarë numra janë aty. Po ta bësh analizën, po ta bësh llogarinë, në Evropë nuk ke shanse të tilla. Të kesh këtë përqindje popullsie në rrugë. Tani unë të kisha qef shumë të kujtoj njerëzve që ditën e martë në orën 1 do jemi përsëri ke Spaku për kallëzimin e ri penal. Shiko, desha me të pyet për këtë, për diçka. Tash ju e keni bë letra top. Po jo, kemi dhe ark me gëzhoje. Tash do futem punë të analizat kimike të lëngut për edhe letra dhe prova fizike. Tash do t'i çoni ke Spaku. Tash duke qenë marrë shembull, nuk e pas prova video, prova fizike, i tuf me letra. Tash si pas budalliku tim Majsa Diun, s'po them atë dite, po të nesme Spaku nuk do të nxjerrin ne urdhër më shpejt. S'kena si shpresë të këta në këtë qasë, më. Një procesa, një... Telefona nga jashtë do i marrin këta, do bëjmë veprim kur të thajnë nga jashtë. Atyre letrat. Do më thënë direktivat nga ndej. Qysh bëhet pushteti i diktatorit? Ja kështu do bëhet. Ne do bëjmë pjesën tonë, ata do bëjmë pjesën e tyre. Do thush ti, a do e bëjnë? Do e bëjnë. U ka dështuar reforma në drejtësi, në më skandaloze të mundshme, ka bërë Dora Madlia një analizë shumë të mirë strukturore, po ka harruar në çdo paragraf të shkruante. Kjo u bë nga Sorosi me qëllim për arsye të agjencës popullimit. Ja po them unë. Teksti është i saktë, duke shtuar këtë fjali në çdo paragraf. Mjafton ti çosh materialet aty se një ditë do dalin ato, do kryen. Po ti do shpejt sepse jemi terma të mirë. Titull që direktivat Spaku i merr nga jashtë. Por që qofse ato jashtë i thënë gaz, kur ti thon? Do ja thon. Kur di moment. Mor shembull. Spaku jep gaz pasaj. Prej pare ki. Drejtori i policisë arrestohet e parë. Direkt. Po, në parë. E më dhe neve duhet shikojmë si kanë planet ata jashtë për situatën. Absolutisht. Sekreti është që drejtori në atë moment mund të zgjedhë zyrë se është nisë me i veshur si femër për në Izrael. I veshur si femër të po? E kemi eksperiencë në me ish-ministri e brendshëm, Gramuz Ruçi, në 97. E ti kur iku nga Shqipëria në 97. Më vesh si femër, shkoj në Maqedoni. Njeri pra. Angreqim duke. E kemi, i njohim të eksperiencë. E kalu i herë, e shfrymi i pamë. Qa voj probleme shmërë sot. Pra kemi një kallëzim penal, va, bombë, dhe që janë jashtë logjike. Kemi personazhe të fotografuar, të filmuar të policisë shtetit që s'shpëtojnë dot. Është njëri për shembull, ja harrova emrin, është ai tipi që tregova unë ty para 2 javësh që më vodhi celularin në komisariat në Mëtësh Kahur, duke shkelur ligjin, duke rrëmbyer njerëz në rrugë, pa u identifikuar, pa u prezantuar, pa bërë asnjë procedurë ligjore, me një njerëz që po ecën në rrugë. Është e filmuar. Është e filmuar. Ky RQ-ja që ja premtova atëre, ka një super video që do shkarkohet e sigurt nga puna, po si gjeja emrin do të këtit, dhe po prisja të vinte emri, kur zoti ma solli në për videot e qytetarëve që kishin filmuar dhe e njoh, "Ky është ai RQ-ja i më thash." Tash ky RQ-ja ka një video që në kundërshtim me ligjet e policisë shtetit më tregon mua allatet poshtë në qeli brenda. Po si lejohet një OPG-je të bëjë ato skena në një qeli ku është një shoqëruar që është për më tepër avokat që bën skena të tilla që është e filmuar në kamera lart ke cepi. Dhe ky RQ-ja tani ka shkelur ligjin minimal që merren gjithmonë shkarkime në të tilla raste. Natyrisht që këta do duan ta mbrojnë, po se mbrojnë dot sepse video është në komisariat brenda, dhe nëse video nuk është në komisariat, që ne kam parë live ke ekrani, që ishte në korridor, që po filmohej, pra ishte aty, nëse fshihet, është vepër penale dhe më rënd dhe implikon edhe 4 tjerë. Sepse është fshirja e materialeve, provave filmike, është më i gjatë dënimi, po ta fshish se sa po ta pranosh.
Pasi jo një shkarkoj, po futesh dhe në burg. Dhe do bashkëpunojnë dhe tjerë, po ta bëjnë, po të gjithë do hajnë pastaj, se ka hierarki ruajtja e videove. Dhe kështu si puna e këtij janë kapur disa personazhe. Është një polis shumë i shkurtër, me kask, motori, që bën kështu si trimaj. Po është i disa i shkurtër është. Pyetja si u fut policisë shtetit? Ka ligje. Ç'do ai policisë shtetit me atë gjatësi? S'lejohet. Ai mund të jetë civil, po. Po jo me veç ushtarak. Se ka normë. Kur ti shkon nga Akademia e Policisë, një nga normat është gjatësia. Më kupton logjikën. Ai është dy pëllon punë. Dhe e kepe bënde si trimaj. Dhe thonë që është shefi. Në filmimet, me shëmë provat filmike se kush është ai do ta gjej. Shefat gjithmonë të vegjël për tu habit. E kupton pse? Kryeministri Këta i kanë ngelur. Si s'ka të tjerë, vëlla, nuk është se kanë gjetur të shkurtët. Jo. Të gjatët dhe normale s'kan pranuar, vetëm këta që kompensojnë kompleksin e vërtet që i kanë rraf lagja gjithë jetës, këta janë ata trimat e mëdhenj që i kanë ngelur Ramës. E kupton si shpërbru shtej armikut. Nuk kanë njerëj që të lëvizat të tuajt. Ka refuzuar ai që ta bënte atë punë dhe kanë marrë një amator të patrenuar militant. Pra, shkurt muhabeti. Po që janë provat e Zotit që po i thotë shqiptarëve, këta po shpërbën, protesta jonë po funksionon. Ma kuptove ligjin. Po funksionon. Po shpërbën çdo ditë sistemi. Po shpërbën pushteti. Çado e ligjes më ato Rama, VKM-ra, për të qitur këtë e për të qitur atë. Po shpërbën dhe do kthehet me ato gjitha, se janë gjitha në kundërshtim me ligj. Nuk kanë vlerë. Bëllë lloj skema që si do qofti që don prapë në terren. Skema. Shik lartë dhe kuptoje. Fuqia e tij të lartë që u zhbën këtyre gjitha veprime. Ja kthet mbrapa gjitha. Sa na gjunea i bie vetes tyre. Ç'është imazhi i një polici që shefi i komisariat numër 1, shef gjithë Shqipëria, që meriton një vezë në këndvështrim në çdo shikuesi të videos. Pra, s'ka rëndësi me kë partie, në moment që ai shef që ai gjumë sprajt, kot një qytetari dhe për punë sekondash, nuk e di 1 minutë më vonë, haj vezë në kokë të qëllimit si akmarri ndaj të veprimi, të gjithë njerëzit, mirë ja bëri qenit. Kjo është imazhi që kanë ngelur Ramës për policinë që i kanë mbetur. Shkurt muhabeti vëlla, jemi në fazën që çdo kush që ka dy parë mend dhe i pa sy, mjafton të shikojë dhe të bindet që protesta po funksionon dhe strategjia që na prezantoi Dritan Goxhaj ditën që mori mikrofonin, ku ne patëm diskutimin, vëlla, një muaj masi muaj iki njerëzit nga Tirana. Fillon skenari Vučić pastaj, Rama këtë planta. Ky është teoria ime që kam thënë. Dhe më thënë, e ke shumë gabim. S'pas e kuptuar thelbin e problemit. Ky njeri ka dhënë pushtet nëpërmjet stabiliokracisë. Këti njeri i kemi marr armën, stabiliokracinë. Jemi ne që ofrojmë stabilitetin. Me qytetarin ton dhe ky është destabilizuesi. U vërtetua gërm për gërm fjalët që na tha Dritan Goxhaj atë ditë. Mbas ngjarjes së Rinasit, provokimit që bëri policia e shtetit me njerëz të vet protest për Rinasin, Dritan Goxhaj mori komandën dorë dhe tha: "Jo Altin, do ta fitojmë me qytetari sepse do ta kuptosh shumë shpejt që kjo protest këtu e ka funksionimin. Qytetaria jonë në stabiliteti. Ne do rujmë policët. Rama do zbërthehet shumë shpejt në nivel ndërkombëtar, tha, që është prodhuesi i destabilitetit." A u vërtetuan fjalët e Dritan Goxhajt para një muaji gjys? Ja ku i kemi. Fakte të gjitha. Ai është ushtarakëve. Ne mund të lexojmë libra, ne mund të kemi tru, po ne nuk kemi qenë kur në luftë. I dim praktika. Ne nuk kemi qenë kur në luftë. Zotë mja. Shta dalë për ajer, Zotë është i madh. Po, shiko. Ta themi dhe herë, në orën 1, ditën e martë, tek Spaku. Kallëzim penal, kush do të afirmosi aty, ndërkohë, kush mund të asili prova? Sa më shumë prova. Ke parasysh që shkuam me në kaluar me dosje, që do shkojmë me kuti, me gëzhoje. Skenë fantastike.
Qiko, ti si për shku ke spaku, vlla, me atë karrocën që nga këtë punëtorët laç. E parasysh? E bukur. E musha dhe. E bukur. Edhe shkoria le mu këtë dera. Pa, E bukur. I ledhe një kazëm edhe I lopat. E bukur. Aty këtë dera. E bukur. Shumë e bukur. E apo zhuk pjesë. Kjo është regjizoriale. Gjoj. Kjo është e jote, kjo është regjizoriale, kjo është e jote. Kjo është shumë e bukur. Ashtu dhe që. Ose. Ke parasysh, I vjen këta nga I vjen se karrocës në I musha ma këta që mos t'i iki e I uji I laçit. Rallës tjetër, kur të fillojnë këta me atë zorën kështu, do musha, ja, dhe do që këdeja, kështu me gjithë me ujë. Cilën rreth tjetër? Kur po dolën prapë, se besi dhe dalin prapë me ujë, vlla. Mos. Po një, shiko, ka patronazhista sa dusha? Mos. A thus dalin mo? O, vlla. Dhe gjeni një formë tjetër? Dhe more veç sa tha Ramadi. Do vendosi paqe me qytetarët. Që kishte mbledh ata kështu. Tavolinë e gjatë. S'kishte kërë, Si përdridhet si Baxheu. Si përdridhet si Baxheu. Ke parasysh I kanë shkar gjitha dhe ashtu si Baxheu tha atë fjalën duke ofenduar atë familjen, atë nënën me atë fëmijën, dhe ndërkohë prezantonte perceptimin publik që është problemi. Pra, këta nuk kanë problem, tha, me varfërinë apo me korrupsionin. Këta kanë rritur për shkakut ton, tha, ka rritur pritshmëritë, ka rritur standardet. Kime rrugullu neve rrugët. Dhe këta tash ju shrit porda. Dhe këtu shrit porda dhe kërkojnë më shumë. Dhe tash do japim këtyre perceptim të ri. Do me flori rrugën popullit. Ke parasysh se kuptoj me këflet, sinqerisht. Se ka ca idiot aty që ata se besojnë më. Nuk se ato rrin kodra. Jo, as ata të vetë nuk e besojnë më. Dhe ky për politet si Baxheu. Me sinqeritet ta them si fjalë, se nuk gjej dot emër të jetë i jap me fjalë. Po është I marum, është I vdek. Ky po shpërbëhet për ditë. Me fjalë, unë kam marrë ky podcast, kam thënë të 2 korrik, ai s'është më. Pasi projekti ishte. Po rritemi numra. Shikon, parimis karone. Ore vlla, Nuk ra... ka marrë tukë ty. Form, ka ra në formë tjetër. Thash, po rritemi numrat, do vi moment do futemi. Dhe u vërtetua nga brenda që 2500 polic që ishin ditën e shtunë. Jo 2 korrik, po 2 javë para 2 korrikut. Kishin bërë fjalë me njëri tjetrin, ishin marrë vesh, bashkë me 200 forcat ku ishin përfshirë Rënea, brenda kryeministri, që nëse populli do hynte kryeministri, ata do largohesh. Po mi ku janë këta 2000 ca policë pa? Bësh fjalë për jo, bësh fjalë për të zbatuar unë për qelluar, ore, do po më kupton. Të kuptova drejtën. Këta njerëz thanë, ne nuk do qellojmë dhe do ikim. Këta kishin vendosur me njëri tjetrin. Shumë mirë. Pra, 2 korriku që thash unë ishte I mundshëm. Pyetet çfarë ditë nga 2 korriku. Me drejtani këtë na tha. Kollaj më fut. Puna është çfarë fitoj. Barazim. Ai do thotë, ky është modeli që do ketë Europa, që do dalin qytetarët do pushtojnë kryeministrit, këtë doni ju, dhe Europa do e mbështesë Ramën, apo? Ambasada amerikane do mbështesë Ramën. Nga halli. Po sepse është modeli. Dhe Ivan Goxha kishte drejt, u vërtetuar fjalët e tij. Kjo javë ka qenë super provë. Kjo javë ka qenë super provë. Ata kërkojnë destabilizim me çdo kusht. Pse? Sepse nuk kanë marrë armë tjetër. Kanë marrë. Destabilitetin kush përru? Protestues, qytetarët. Kjo. Me kamera tjetër. Si ke konga, ke parasysh çka ka më që bëhet efektin që u gjuhet aty. Mirë ka thënë të vjetrit, I kokër vezë në mjes, të marrë deri në drek. S'ke nevojë, duhet I kokër vezë në mjes. Edhe I gotë qumësh, po. Kokër vezë. Ke parasysh sa pushimesh janë këto të gushtit për deputetët? E vetmja mënyrë që të shkojnë me pushime, është ikin jashtë shtetit. Ose të fshihen nëpër resorte turistike që dhe aty duhet të rinë me frikë se do dalin nga ato që ka. Tash ti po do fshihen këta se ke nxjerr videon ti se po mos ishin nxjerr videon ti kështu do bëshin pushime prapë se nuk I njohin njerëzit. Kur thua ti, më shkoj menja. Tash po do ikin jashtë. Pa dashje, nuk e bëra me qëllim. Në Turqi më burr. Nga 15 ditë pushime. Ti shpjegoj çik qytetarëve ligjin. Në moment që I gjuajnë me vezë një deputeti,
të kenë parasysh dy gjëra. Do t'i marrin polici. Do shoqërojnë. Sipas ligjit, nuk kanë bërë një vepër penale për paraburgim. Pra, nuk mund t'i marrë më shumë se 5 deri në 10 orë. 5 orë. Po mund t'i shtynë edhe deri në 10 orë. Po 5 orë kanë. Se janë detyruar t'i lirojnë pastaj, se po t'i mbajnë 48 orë, 72 orë, pas të lirojnë, ligji thotë që ata që po i mbajnë janë duke shkelur ligj. Sepse sipas ligjit është kundravajtje penale dhe seksion masa e sigurisë me paraburgim. E dyta, këshilla e dytë. Momenti që ta bëjnë, sido që tjetë, kur t'i marrin pyetje, duhet thonë, në atë moment më kujtua ç'kishin thënë për mua. Çfarë kishin thënë për ty? Që jam sorr, që jam korp, që jam terrorist, që jam spion i Iranit. Kështu ka thënë ty, apo? Dhe pash që ky është ai personazhi i përkatës, debuteti i përkatës, Eduard Rokiti. Dhe në atë moment e humba kontrollin. Gjeta një vezë, gjeta një domate dhe i rash në qast. Ka rëndësi kjo gjë, fiksoni. Shumë rëndësi kjo. Gjoni Altinit. E treta, qëllimi im nuk ishte ta dëmtoja, thjesht ta fëlliqja si kundërpërgjigje ofendimit që më ka bërë. E katërta, sido që tjetë situata, në çastin që do e bëj këtë veprim, duhet gjej dikë që ta filmoj. Tjetra, duhet në çast të njoftoj dikë që të njoftoj mediat. Sepse ai në moment është hero. Është personazh. Do ketë avokat falas. Do jetë personazhi i javës, i muajit, i vitit mbas. Varet nga stilësia e filmimit. Po ka rëndësi mos i bish në vesë pa kamerë. Nuk vlen. Kamera mund ta kesh ti, mund ta ketë një komshi, mund ta ketë dikujt që ky i thot, mund të jetë një kamerë e sigurie, po duhet një kamerë. Pasi nuk ka të bëjë me debutetin. Ka të bëjë me mesazhin. Çdo kush do e bëj, do të nderuar. Uroj që fëmijët në 18 vjeç ta kuptojnë këtë fjalë që u thash sot. Se do bëhen personazhet më karizmatik shkollës. Më karizmatik lagjes. Më karizmatik të në shoqënisë, familjes, fisit e tjerë e tjerë. Çuna apo gocët. Do jem personazh. Pra, do shpërblej nga mirësia publike. Avokati këtë punë, t'ja bëj këshilla. Më pyetën, po ti avokat do e bëje? Unë e kam bërë. Ja, ku t'ja bëra unë? Se punë e Zotit. Unë zura prit kush më dilte. Me pjeshkën time, ke parasysh. Që pjeshkën se kisha unë, e gjitha aty. Punë e Zotit. Edhe kush më qelloi mua? Se u kishte për deputet apo? Kryetari i parlamentit. Punë e Zotit. Aty ishin 100 deputet, më qelloi kryetari i parlamentit. Punë e Zotit. Delikate në vlla, edhe veza i vretat, ai them shumë. Delikate. Kjo është për të provuar. Qa batut është kjo është fjalë që në këtë kontekst me kuptim literal. Këdo preferon të shumica, ke bërë një sondazh? Ku t'i bindë? Tauran Ballës, Bibilushit, si e ka ky Braçes, Erionit, këti tjetrit si e ka ky Usimaj. Këto janë 3 personazhet më të preferuar të publikut. Bo aq din më jo se janë preferuar. Qarku e ka? Sa kemi të ku që deputet? E madhe. E madhe. Po me që ato shopin e burë. Kam një mesazh për publikun, kujdes me Belin. Sepse ajo është e lidhur me banda kriminale, shmangeni, të laçe këtë ja si avokat. Jo se përmbroj Belindën, po ajo mund veprojë në rrugë tipike kriminale, sepse i përket botës krimit.
Pa qenë këto saramilet e këto zeqinete, mos u kurseni. Hiç. Dhe ata që s'kan nishan, du të preferojnë midh ekonomit. Të më dhe që të kapi ku të kapi, Dhe kapi dhe që shëmarë. Por gjithë çunat e ri, u rekomandoj ish ministri i Brendshme Ervin Se thot nesër, unë i rash klyqet e Verogjës ishte ministri i Brendshëm. Dhe jetë niveli lartë, dhe pra si ai që ka dalë për gjuhë e tij dhe thot, në vravari unë. E ke atë ke video jote di këta? Mungon njëri aty. I cili numër është, po t'ja themi të pak. E ka me emra aty? A ka me emër? Ka me? Të edhe emrin, se ftilloj. Ervin Hoxha. Shumë duket, mos e gatroj prapë se unë si mësoj përmend çdo. Dhe shumë veti. O, sotim madhe. Mi që më erdhi një ide nga kjo që më pyetë ti tash. Po e mendoja. Dhe nxjerr videon, dhe do vej një link me koleksion fotografik. Se shme kollajt njerë. Ti bosh e shumë. Pa. Shiko, prit se ti s'din këtë gjën tjetër më duket, se ti okej, nuk është se bje më pa YouTube-it. Ke video? Po. Ke kategorinë e shortsave? Po. Ke dhe kategori foto. Po. I fut foto tek e tek. Se dia këtë. Ke kollaj fare. Ua, çfarë? Tek e tek foto të gjitha. Po bëhet kjo, si bëhet kjo? Po në sorë, si që video? Po. Po si? Ke shortsi, po e mush profilin e YouTube-it i ull gjithë fotot dhe. Çfarë ide? Ke gjithë aty edhe i ti shef foto. Madje po. Merr foton që Madje po mendoj tash ta kthej në Reel se copa gjithë video me gjithë deputet mret. Më ti video lene të rregull. Ne video e lejon tre, po do bëj Reel. Do silli ashtu. Do bëj Reel, do bëj për aq deputet ai Reel për secilin. Ta kenë të kujtim. Sa deputet ishin e va. Si numrova. Që të di unë se sa Reel sa do bësh. Se u bë çipar. Unë para se të vija këtu marrova. Ti sport. Gjithë natën pa gjumë. E ishte burr. Sa deputet janë va? Se di. 83 më, 80 di unë se janë. Po i kam hallin e ministrave që s'më llogari. Po ti të se di. Sepse janë një 10 ministra që s'janë deputet, dhe gjithë ta bëj llogari. Sikur se di ti. Jo, ne di, 83. Total. Bashkë me të tjerë. Problemi është që unë s'bëj dot llogarin sa ministra janë jo deputet. Ky është problemi. E kur si morëm gjitha 84 copë vezë. Diku ka 93 duhet janë, 92, 91, 94. 90-94. Mirë. E pas kalon për pak kapin 100. Po. 101. 69 që ne kanë kalu këta? Me do t'jesh deputet sot i PS-s, qa halli ke? Te i dje, fryjesh e rrugëve, ke presush? Tashi vishesh si femër që mos të njohin. Dhe syze kapele, ke presush ne i kështu nga këto maskat e Covidit, ke presush që mos të njohin. Ku po shkon? Po dalë të blej diçka. Do fusin e një nga këta posta, që mos sjellin më ushqime motor, ta bëj me dron. Ta marrësh direkt e penxheja. Është kollaj fare, biznes, është burr, shiko ti ashtin mend është biznes. Jeni këto kompani që ju çoni me motora, janë 2-3 kompani që i kanë mbledh gjithë motoristat edhe ofrojnë shërbim. Po. E kanë shku mirë te ideja, se ishte problem kjo puna me gjithë motorista për rrogë për gjona. Te kanë mbledh edhe ofrojnë ai shërbimin për të gjithë. Japim një shembull tash. Jo më shumë se 20 drona nuk kushton një gjë të madhe. E bukra se ky po je që ndrejtot kablat në përlagje. Po redi zhllap. Po. Se që e para ca vitesh, po se qanë kokën këta, vazhdoshin akoma e lidhshin kabla. Sot i do të iqi këto shti lek për t'i fut poshtë, më kuptën se edhe që kompanit për galat, dhe që kablat janë heqë, po iqen. Dhe keni qelin bosh për që jepin ty, 20 drona pushtoni Tirana nga. Që duhet me telefon, kadi 3, kadi 4, kadi 5, pa kadi, buk, uj, ku t'i gjohon, që duhet ti se majna do me nga 30 kilin. Super biznes është kjo. Po sot. Biznesi që doli nga kloçka. Edhe për 6 muaj ne kalojmë kinën për teknologji. Do na ketë kina zili. Si deputetit mos ai vezën kokës do marrë. Bananën, kastravesin, sa ka kështu, sa dush. Do na bëj kina kështu, vend eksperimental të produkteve.
Kalim këtë tema tjetër. Trot korrik vlla. Jemi po këtu me trot korrik. Okej. Funi mujt. Fundi Po më. e themi. 30 korrik demi ke parlament. Po. Bashkë me vezët në diell 5 ditore që janë aromatike. Pse? Kjo është gjithë për të. Pse? Sepse është e paqartë se s'ka ndodhur në parlament që mbylli dje, pardje, dhe do është shtyrë për 2 ligje koti pa vlerë për datën 30. Në një kohë kur Rama kallë që t'i shpëtoj e do bëhet edhe vetë nga sikleti. Ka 2 skenare. Skenari A, Rama ka marrë nga të gjitha anët e Europës mesazhi duhet largohet. Dhe ai nuk do të largohet, se s'largohet dot sepse e vrasin po largohet. Të kam tregu histori. Ai di shumë dhe nuk e shef dot qelin, sepse s'do e lënë shkëlqyer qelia. Po ndërkohë trurin e tij është dhe kodi i kriptomonedhave në miliarda dollar. Dhe e di shumë mirë që kudo që të shkoj, si do që të puna, ai do përfundojnë sa duar, do i marrin kodin. Me të mira me të vikë. Pastaj do ta vrasin. Kodin? Qa kodi vlla? Kodi i kriptomonedhave. Pse se kujtu ti se ka pasur Rama? Në dollar, në euro. Kështu. Kripto të gjithë? Kripto të gjitha. Ç'a bëti? Këto i ka vetëm lek xhepi, këto që shefti në euro, në dollar. Jo, por i ka kripto të gjitha. Pra, ai di shumë mirë që kur bica duhet mira, do t'i bën atë qiringën që të recitoj. Ke pasur filmin Kill Bill? Se çka me përshtypje që nuk shkon des të qiringë e thot vetë parë. Po s'to beso kusht. Ke pasur Kill Billin? S'beso kushtet. Kill Billin e ke pasur? Po. Te Kill Billi 2, skena finale, që unë vdes për atë skenë. Është pjesa më e bukur e filmit. Më thënë, nëse ka gjë që unë nuk e rezultohet kur më del rastisht, është ajo pjesë. Është momenti që Billi dhe Uma Thurman, se më mend personazhet se kanë film, janë përballë njëri tjetrit në finale. Sapo kanë dalë përballë. Ajo vën fëmijën me fleç dhe vjen këtu tash të bëj duel me Billin. Ai e fa për gjuhë me një kobure. Po i gjuhë me një shiring. Që është serumi i vërtetës. Kjo si për këtë u prishë rregullisht. Jo, tha kam një tjetër para se të bëm duelin. Do të marr vesh tha. Pse më le? Po pse do të më bësh këtë gjë? Se ti si do që të zonë të thosh vërtetën. Vetëm në përmjen e saj mund të thosh vërtetën. Edhe Rama, po ti thot, prit se ta them unë kodin. Jo, tha, ti dhe mund të ta thuash. Po mund kështë dhe një kod tjetër. Ta fuqim që këtë shiringë dhe të broshkullisësht. Pra Rama nga do që të shkoj, do t'ja morin kriptomonedha. Ma kuptove regji. Po pse buraj shumë leka në kripto? Po pas fjalë për miliarde dollara o burgar. What the fuck? Po mi kod kuriozitet, ha? Dhe gjitha kjo ndodh qoftë atë se kanë vrarë ndërkohë këta rrugës edhe pazaret e tjera të prishur. Po qoftë ka të kartonin një shila ose se ka vrarë një Avni Rustem, ose se ka vrarë dikush e kryeministria, ose një nga vetë, ose gruaja vetë me e qafe për të marrë pasurinë, sa ka kështu. Që s'kena Rama nuk e di nga duhet ruhet. Unë besoj që ai ka një vend sigurt dhe një person sigurt përballë. Ai nga gjitha anët shef vetëm vrasjen e tij. Të ketaj shumë lek. Ai me të sigurt që është Rama, se është një klon aty e burr. Jo, këto e lek, këto e në punë të çakut, s'merrem me budallish. Jo, se këqa lidhe fare. E thash për gallat më tesh. Jo, me mua jo kështu. Duhet të jesh shumë Jo, se na e marrim, na e keq kuptojnë njerëzit. Unë s'merrem me budallish. E thash për qyfyr më tesh. Lutem. Kuptoj nga fjala sepse duhet të jesh tem tjetër. Shumë i çmend, domethënë. S'merrem budallishën. Toka sheshë kështu gjë. Jo, se kishe kjo. Rrim tash ke. Ke ajo ideja e kësaj. Ai është ai, i ka aty. Ka 100 probleme dhe arri truri i tij duke rrjedhur. Ajo që bëri dje me atë kokë që bënte kështu për të imituar në mënyrë bulliste një fëmijë dhe një nën, tregon që ai nuk është në rregull ato të kokës. Më beso këtë gjë. Çfarë do lloj këshille i kanë dhënë atij, të lutem mos e bëj këtë gjë, ai ka bërë atë pikërisht që ka dhënë mos e bëj. Është i sigurt që Gonxha, që kishte gjithmonë Nexhmia Ramës, çu i thoshin atë, Nexhmia e Ramës, sa i kujdesi për i thoshte Ramës, kujdes mos u nxjerr, mos u bëj. Flasim që vitet 98 ku ishte një kulturë. Çado këshillesh ti ke dhënë nuk i ka zbatura. Ajo që bëri ti ishte e tmerrshme. Ishte dhuratë për ne që me strategji. Pa ishte të mërshme, ishte jashtëzakonshme. Një kryeminist që bën atë gjë në Europë konsiderohet
toksik për çdo kryeminist evropian dhe president evropian. Ai njëri dje me atë veprim që ka bërë me kokën, që imitonte atë gjë, ai është bërë aciditet i plot, toksicitet i plot në të gjithë Europën, sepse ata e kanë të ndaluar ta mendojnë se mund të tolerojnë një qytetar thjesht ta bëjë atë gjë. E kryeministri një vendi në kundërpërgjigje ndaj torturës që kanë bërë asaj familje publikisht. Sa te kanë filmuar te kamerat e huaja, vëlla. Le, s'është rregull nga të. E entja ishte frikshme nga të gjitha anët. Ishte fitore shumë e madhe, se u kthyen në gjithë mediat ndërkombëtare, vëlla. Nuk ishin media ndërkombëtare sepse u bë më motor. Ai është pjellor shumë për të na bërë gjithmonë në qytet të vëmendjes, sepse është në dekadencë plot. Shiko, ajo gazetarja që u lag, e ajo që u kap, e një 2-3 tjerë që mund të kenë pas të i dëmëtim në i gjohë. Të mjaftojnë katërt. Ka kry punë jashtë e që do modi. Nuk keme qaj shtyfikon të... Arrestohen gazetarët të detyrës. Ti e pe skenën me... që më kujtoja, me Dison Lika. A ishte duke dhënë intervistë ke 24, pas po bënd të asgjë, erdhen rrëmbyen. Ka skenë më spektakolare se ka që. Ska, shper. Shper. Ore, Ai, po të ai njishit. Ai, gjuti njishit. shiko, që është kjo më rëthë, në është bo kjo rilindja si aplikacion 2.0, 2.5, 3, ku di gjonë, Besa. Ti kuptoj pse përdor fjalën Besa? A e kishte për një që tjetër, apo e kishte për këtë skuadrën e futbollit e? E kishte për një argument të ri që do japin Besën shqiptarëve. Ky njeri tha Besa dhe njerëzit thanë që ky do japi tash Besën sepse teoria e tij është që ne kemi probleme perceptimi. Pra, ne shqiptarët e kemi psikologjike këtë protestë, se kemi reale. Ashtu e kemi marrë ne psikologjike. Ke për kur e bërtojmë si batutën që ndodhi diçka, jo, e ke psikologjike, s'ka ndodhur. Më kupton logjik. Dhe ajo që tha në fakt kishte me dy anë. Ç'është Besa? Dini si term ndërkombëtar për shqiptarët? A bëjmë Izrael. Besë në abisë e gjenë nëpërmjet institucioneve izraelite që e përdorin që shqiptarët i dhanë besën e izraelitëve dhe i shpëtuan në luftën e dytë botërore. Ke parasysh skenar. Është një muze me emrin Besa. Ky po fliste për një projekt izraelit. Tekstin se ka shkruar Urama. Ka shkruar ekspertët e Izraelit. Dhe ky po ta kishte shkruar, s'do kishte thënë atë që tha për atë zonjën dhe djalin e saj, që talle me kokën kështu. S'ka lidhje ky me tekst. Programi Besa është që ka program me gjërat brenda. Që do thot i refuzueshëm pa filluar. Mjafton ide se kush e ka bërë. Kush është mbrapa këtij programi? Ai që ka firmuar Urama në vitin 2013 tetor, bashkë me George Soros dhe Sokrates Kokkalis, dy çufa, me një çufë tjetër që është truri i gjithë popullimit dhe ripopullimit, që vetë krimit të Izraelit të shqyrtar. Quhet Ricardo Hausmann, kemi trajtuar këtë. Është çufa nga Izraeli. Dhe ajo që tha dje ishte një përpjekje kaq psikopatike dhe kaq idiote dhe kaq çesharake. Pasi atë nuk e besojnë më as ata që kishin në sallë. E lem ata që janë ata në sallë, apo ne që ishin jashtë sallë. Domethënë, teorikisht për njerëzit, këta japin besën që po ndërtojnë këta nuk ja prishin moda me të, si tha ai për zollën e pash atë e shtup ka herën kur i shet sa gjona. Na fal se ja u futëm disa herë. Ja u prishëm disa herë, na falni, po tash do e bëjmë më. Si thaj, më gënjeve herën e parë, ja zëk të qoftë. Marrete pranë tha, ja zëk në qoftë. Po kështu ta dhe ai deputeti tha, ma futën një herë, po herën e dyta kam fajin vetë, tha ai. I fort ishte. I fort. Jo, është për t'u habit, më lidhen njerëzit aty, ti shkon ja prish, njerëzit më lidhen bëjnë ura, faleminderit ai që e prishet ti ta zezura men, do ta bëj me ligj tash. Është, nuk e di. Nuk e di, një pjesë e njerëzit, për ku ti gjonë, sesh më duket që e kanë hak që tallet ky burr. E kanë ca njerëz. Ata që ishin nga thesi. E kishte prish pasurinë, kishte prish shtëpinë, kishte fut në borxh, kishte kaput mes. E i degradoi fare më.
Po të shohësh videot ku Po bën në prishje këtë ata? vend kemi parë skena nga më të ndyrat. Kemi parë prindë që shesin fëmijët e vrarë. Kemi parë njerëz që shesin veten e tyre. Kemi parë skena më absurde. Më nuk bën përshtypje. Problemi është që kjo është pakic. Me sinqeritet ta them, kjo është pakic. Është shumë pakic. Kjo protestë vërtetoi se ka vrarë frikën dhe ka filluar të shfaqet e vërteta. Ky popull nuk ishte ai që kujtuam. Thjesht kishim gabuar ne të gjithë me popullin tonë, me veten tonë, me individin tonë, me veten parapasyrës, që nuk kuptonin që këtu problemi ishte që ne kishim një opozit fake. Kishim opozita fake, kishim instrumentalizime që njerëzit ndiheshin gjithmonë viktima të mashtrimit. Mosbesimi i tyre prodhonte këtë fuqi të Ramës. Ndaj kujt? Ndaj lojës që bëjnë ata gjithmonë. Dhe kjo protestë bëri të kundërt. Kur u tha e duhura, Rama Burg, Berisha Burg, pra distancim nga gjithë klasa politike, në atë moment sheshi u mbush. A dhe, kaq. Shikoj, 30 vjet se ka qenë dhe Berisha në shtet. Po, është i ky kopjo Berishën për mendimin tim. Këtë sa gjona e kopjon, se do mos të këto muhabetet që flet me Nëse njerëz. Berisha është Ti që ka Berisha është hile. primitiv në këtë. Jo, ka ato i taktet e veta si primitiv. çun, Është si çun trendja, është kupton? primitiv. Se ky të vija dy kilagja. Ky jo, nuk ka lidhje, ta pun pse. Unë kam studiuar mirë të dyja modelet dhe kam bërë analizë vazhdimisht të vite. Dhe e vërteta është që PD-ja është një band që funksionon si një grup kioskash. Këta kanë filozofinë, Qenë e bukur. këta kanë filozofinë e xhiros ditore, janë xhepista si filozofi. Këta të PS janë korporat. Këta merren me dividendin, s'merren me budalliqt. Këta i përdorin kioskat për çit mallin e tyre. Dhe aktualisht sot ti nuk vjen dot një investim oligarkët ku s'marrin pjesën e vet ta djathtas, në thojë zot djathtas. Sepse këta janë tjetër mentalitet. PD është mentalitet kioske, familjare. Këta korporat ndërkombëtar, këta janë kartel ndërkombëtar droge. Këta s'krahasohen fare me PD, ishte vari dhe është vak. PD do një kafe, PS do aksione. Çybi, ja. Ah, sa bukur është. Se gjithë. Kjo është diferenca. Rama ka rregull, sa herë jep në gjop ty, ne thot jep në gjop aty ne. Që t'ja mash halen myll. Ose kur harron ai ose Po rasti S'ka rjollë, pas kohë. rasti rjollë është Dele perfekt. flet. Jo, rasti rjollë është perfekt. Ke rjolli është lakurisia e opozitës. po edhe ke porti. Po jo një sekondë, se s'kam marrur. Se do ke porti. Lakurisia e opozitës. Pse? Shifej çik. Kush është atje oligark? Bashkimulli. Kush është bashkimulli familjar i Berishës? Çfarë interesi ka Berisha ty? Punë familje? Jo, me trashkatror. Kur ja dha Rama, ja dha pikërisht që t'u sheh edhe këta, që ti maj në kontroll. Dhe doli populli i rjollit dhe ja dheu gjithë. Ke parasysh pse s'vjen ti ku i Soros dhe atje ku? Se është Zagari qëni i bashkimullit. Si puna e Roskovecit. Roskoveci ka një fshat që është Sukni. Qendral mes fshatit për çpopullu fshatit. Sepse Rama për atë fshat tha dikur Toskana e mamë në atë skenën. Po e shplanifiku për izraelitët, jo për shqiptarët. Atëherë ç'bëjmë? Ngremë një test aty, largojmë shqiptarët, pastaj zgjidhet punë e test. E prishim prapë. Po çfarë prishim prapë? Ku ka zonë se jam në Shqipëri? Çfarë prodhimtarie ka? E di sa fertilitet ka ajo zonë. Është jashtëzakonshëm. Është i vetmi fshat në Shqipëri me 2 shkolla 9 vjeçare plot dhe s'ka shkollë të mesme. I çën kilometra larg me makina fëmijët, se s'kan shkollë të mesme. Në Sukni. Plot shkollat, kur më shkova atje, duke sigurisht isha në kohën e shkurtër, se ato filmat makina e kohës. Plot me fëmijë, zhurmë fëmijësh gjithanë. 2 shkolla plot. Plot. Do të shpopullojnë atë fshat. E ta marrin kolonët. Me qemi këtë kolonët, Se s'ka i gjysmë. kasin për kolonët. Po i paka nuk se e kemi temë të fortë. Po. Me thënë, Datën 30 se harruan. kita në 30. Po, ngele, humba. Po e drejtë. Ai, do të thënë, programi Besa që ne folëm. Po ajo puna e këtyre shkrirjes bashkive, çysh ishte kjo, shkrirje e bashkive. 20 bashkim pak. Me pak. Po. Dhe janë kaq të niveritshëm.
këta kryetarë të bashkive përdorën njerëzit 2 ditë para protestës duke i karikuar të shkojmë gjithë Tiranë ke parlament. Sa për të rritë pazarin ke Rama. Rama i mori në telefonin dhe u dha pazar. Dhe i thanë popullet, deshën përvonim nga dishmërin tuaj. Iknin. Dhe pisa me ndyr ishte e Rëshenit, me në Veriqëm, se ka PD-ja. Ku ishin ata? E se vetë du t'ishin aty. Teknikisht për të shumë me numra, për statistikore, 1400 vetë. Bë t'ishin vetëm nga Bashkia Rëshen. Që serë? Telefoni. Gjëmatësi, kjo është klasa politikë, klasa ordinere. Kryetari Rëshenit, të dhjefsha kryetari në Rëshenit, lege në burë, opozitaj. A du kështë të betë gjithë të janë, të isha aty më balë. Vetë mos ditë në basa, qonë të njerëzit. Kjo është klasë e kalpur e ndyrë. Vëtë 20 bashki më pak. Se i kuptët atë pësës të pungan për gjithë jetës. Po kjo gjaj e opozitës, të dhjefsha. Dhe ke parë të mbyllet bashkia Mirditës. Mirdita, Ku do të qenë? ka qenë republikë. Mirdita, ka bo histori. Se ka pushtu as turku. S'ka rritë kur kush ta fusi kontrol. Edhe komunizmi i njofi. Ku do shkoj të zgjidhni punë Mirdita pas hek? Do hypi makinës, pas 3 orë, do arrit në distancë. Kismet ku e qenë? Ke parasysh Mos zgjidhës gjë më. Ke parasysh Çorovodën dhe Poliçanën? S'ka parë në Poliçanë. Të shkojnë në Berat për të marrë punë. Njëri thoshte, mirë t'ja bëjnë komunista. Ako më dakord, për Shqipëria kush popullohet, nuk do me ditë je komunista, po je demokrat. Ti shpopullohet. Dhe ti e di që ndodhë ka zonët e shpopulluara. Kanë ardhur kolonët. Dhe këtu duhet kapim thelbin e çështjes. Është një operacion pushtimi, invazioni alien, Jo, është me gjimen aliena. dhe ne kemi dalë protestë për shpëtu Shqipërinë. Ne që kemi kurare dhe guxim, që i kemi thënë vdekje si plaç, se kemi besimin Zot dhe s'na ndjen fare për jetë na vrasin këta të Mossadit, siç e kanë bërë gjithë botën. Siç kanë vrarë çdo shtet. Llojin tonë kanë vrarë gjithmonë. Ne po i themi njerëzve, kemi dalë protestë për të ndalu pushtimin e Shqipërinë. Këta politikanët që i shmangin kësaj argumenti, janë thjesht zarat e pushtuesve, kur mos harron. Pyetni, mikrofonat i keni, emailet i keni, WhatsAppet i keni, Facebooket i kanë, po e një pyetje. Ore, këto toka që po shiten, për të huajt. Përse që kanë drejtare poshtë? Kush pëtjen vetëm drejtare poshtë bujësore? Djetë, në qufën. Vetëm ata, si ka mundësi që në pesë, kur hap hartën, dalin vendodhje izraelite në Shqipëri, me gërma izraelite, spanjore. Sa e sa fshatat Shqipërisë kanë ardhur izraelit? Ku janë këta turistët 7 fish izraelitëve? 7 fish. Ku janë këta 7 fish? S'po i shoh. I vetmi lajm që dëgjuan ishte rasti i Vlorës, ishin elmuar gjoja për të mos pagu legët e ndegjes. Se kështu e kanë ata, e kanë natyrë, kanë zakon. Që kanë helmuar ata, nga se u helmuan ata nga kondicioneri. Po mirë pse në kaq vjet helmuan kondicioneri vetëm këta. Pse si ndodhi tjerëve, shqiptarëve, gjermanëve, francezëve, vetëm këtyre do të gjithë bashkë tyre, që mos paguajnë asnjëri dhomë. Zakon e tyre. Dhe dyta që gjithmonë bëjnë viktima, karta viktimës. Ku janë këta turistët izraelit që si shohin? Janë gjithë duke pa tokat fshat. Edhe këta zarat, Adriatik Lapej, ky Gonshe, ky tjetër Alin Qori. Qëtë? Se mos të një fjallë. Mos. Si më antisemitne. Janë dhe këta gjithë. Si më antisemitne. Është e Gridëroj, e pyet gazetari. Po për këtë, thot, zvendësimin e shqiptarëve. S'merr me antisemitizmin, mos merr me këto gjëra. Gjithë sklevët, gjithë më zara. Gjithë më zarat pushtuesit janë. Heqim Ramën, vemi tjetër që të vazhdoj shitjen. Ky është thelbi i çështjes. Pra ndrojmë vetëm pronarin e shitjes. Më kuptove logjikën. Ky është projekti i tyre. Ne kemi projekt, kemi të qartë fare. Me jeta me vdekje do shpëtojmë Shqipërinë.
nga pushtimin e nisëm 3 ditë para se fillonte protesta, ti e mame, dhe këtu kam çeke ty. Tham, të martën, pra në 2 korrik, në 2 qershor, do mblidhemi ke Universiteti e Arteve të themelojmë lëvizjen patriotike shqiptare. Shqipëria shqiptare vdeket rretharve. Dhe i kishim flamuri u shfaq shqiptare për Shqipëri. Siç ishte me logon e UÇK-s. Sepse deri aty do shkonte puna. Po t'ishte nevoja me shpëtu Shqipërinë, ishim dëshpëruar vëlla. Dhe këtu ishin akte dëshpërimi. Po ne ishim para protestës 3 ditë para, në avans. Protestës parë. 3 ditë para ishim, si ishim të qartë ne, që këtu ka ardhur koha me luftu për vendin tatë, me shpëtu vendin tatë. Dhe shumica e njerëzve që janë protestë, po ti pyesësh, po t'u hapësh temp për të kanë dalë. Pavarësisht se nuk thuhet kamera se ne jemi interesuar të marrim Reuterin live. Ne dim si veprimtet e huajnë të rast. Strategjia jonë. Që halli na ka rënë për pjesë. Po i madh, para se të kalojmë ke pyetja tjera. Do e bëjmë një. Pas skenari i dytë. I Ramës ditë datë 30. Se thash parë. A vetëm parën po. I pari është që Rama mund të shpallë zgjedhjet parakoshme. Të bëjmë mocion mosbesimi, pa humbasi, dhe presidenti të shpërndajë parlamentin dhe gjatë datës 1 gusht deri në datën 15 shtator të zhvillohen zgjedhjet e parakoshme që t'i ftoj prapë Rama. Që njerëzit janë pushim. Sepse Rama dhe Berisha kontrollojnë komisionerët, kontrollojnë patronazhistët, Rama kontrollon kutitë e votimit që janë digjitale, kontrollon administratën publike, rrogat, parat, dhe e di shumë mirë që është çasti i fundit që e të mbijetoj. Dhe kjo nuk bëhet dot pa Berishën. Dhe pa Dreti Klape, pa Gronshen dhe pa edhe ka gjithë në xhep. Zyrtarisht, të gjithë ta personazhe interesuar për zgjedhjet parakoshme që të vjedhin pa kënaqësinë publike në favor të partive të tyre që shtojnë ca deputet. Po do marrë gjysmën, po thot paktën të parë gjysmën se s'do kem asgjë më vonë, po të bëhet reforma zgjedhore. Ka vdekë ajo PD ashtu siç e Berishës. Ka marrë fund me kohë. Dhe koncepti është që nëse Rama do e bëjë të nda 3 qershor, atë ditë duhet shpallet publikisht, zyrtarisht, dita e parë e luftës për jeta vdekje për Shqipërinë, sepse ai parlament s'mund të ekzistojë më, ajo president s'mund të ekzistojë më, ajo kryeministri s'mund të ekzistojë më, e mbi të gjitha teknikisht as KQZ s'mund të funksionojë më. Në të tilla raste, kur ti shkatron zgjedhjet politike, kalohet në zgjedhjet parapolitike. Që do të thotë, ne nuk mund ta lejmë Ramën, por mbi gjitha presidentin të guxoj, të shkojnë mend, se mund ta bëj. Nuk mund të lejmë KQZ-n të veprojë. Dhe këtu do të zgjidhet parapolitike, jo politike. Dhe zgjidhet parapolitike dihet se çfarë janë. Këto godina digjen të gjitha. Të gjitha digjen. Pse digjen gjitha këto godina? Që të neutralizosh kuptimin, mundësinë, aspektin juridik të zgjedhjeve të parakoshme. Sepse zgjedhjet e parakoshme janë vdekja jo. Përfundimisht, ne jemi vend i pushtuar, ne jemi vend i kolonizuar dhe do vazhdojmë shpërbërjen totale të çdo pasurie kombëtare, të çdo pasurie individuale, dhe vetëm një rrugë do kemi të ikim në ky vend, se do vinë të na zëvendësojnë çufot bashkë me stepet e tyre nga India. Ky është skenari 1 a 2? 1. Po 2. 2 është që Rama, datë 30 korrik, do vrasë një person në protest para parlamentit, pase, apo do i policë më shumë, pa qitha. Do vrasë një policë, Rama, që thot e vram ne. Problemi që se arreston do të angogje, ma. Se arreston do të ata që drejtojnë dhe ne nuk do hema tek ullini, kemi marrë masat, me kamera, me gjitha. Dhe Rama nuk e vret do të një policë. Ajo do përpiqet ta vras, se kur e vram ne, me naj gura, me naj gjë do shpiki, do fred me patronazhist vetin, nga këto diversante, se kanë marrë ekspert më të mirë në botë, izraelitët për këtë bëhet punë. Ata i shpikur, i kanë shpik fas flaket. Për të dekuraju protest. Unë mendoj që ka kot. Ne jemi paqësor,
Dhe ne nuk mund ta vrasim policin me këtë vesë. Kote ka Policin e vret vetëm Rama. është blinduar. Një mesazh për gjithë policinë e shtetit, i vetmi plumb gur në kokë për të vrarë një nga ju, është vetëm njeriu i Edi Ramës. Mos harroni kur këtë që i Edi Ramës. Ndoshta i skenari nish, dyshi dhe jetë problem, se besoj dyshi. Dalin provat kollaj Të shpëruar. Dhe ka marrë ekspertët më të mirë botë të falsifikative. Izraelit. Sionistë. Kanë shpikur. Janë mbretërit e kësaj fushë. Problemi është që unë kam mësuar gjë nga kjo protestë. Nuk ka asgjë që ndal dhe asgjë që manipulon dot. Këtë kam mësuar se është punë e Zotit. Këta bëjnë plane, Zoti u aprish. Kur ai të dojë ta bëjë këtë gjë, aty do t'i shkrihet ky plan. Do t'i shkatërrohet. Dhe do t'i zhbëhet ky plan. Dhe në momentin që do guxonte dikush ta çonte deri në fund, të gjithë do tretonin gishtin jashtë Shqipërisë, brenda Shqipërisë. Dhe gjithë ambasa vetëm nga një njeri, qyteti Tirana. Të gjithë do tretonin gishtin nga. Si tha ambasadori gjerman para 2 javësh? Tha, nuk dihet kush e prodhoi dhunën. Policia që bëra raport që ka bërë protestues atë. Ambasadori gjerman tha, nuk dihet kush e ka bërë. Që do thotë se pas ka bërë protestues, dhe thotë nuk dihet. Ja më ku kemë prova, thot policia. E kanë bërë këta. Pra ti e ignorove raportin e policisë. Pra ti nuk e konsideron më policinë e shtetit shqiptar si burim i besueshëm për ngjarjet që ndodhin në Shqipëri. Në atë ditë, po të ndodhte ngjarje të tillë, që do të thotë kjo është arsye pse them unë, Zoti ka për ta prishur këtë plan.